Të nderuar shikues, do të shkojmë menjëherë drejt për të ndjekur rubrikën Sy në Sy të kryeministrit Rama. Dhe aty filloi avazin. Filloi avazin, blerje vote me lek dhe me kanabis. Punësime elektorale dhe prokurime favorizuese për mbështetësit e socialistëve. Abuzime me detyrën dhe mediat. Emërim ilegal i kryetarit bashkisë, kërcënim dhe hetime kundër kandidatëve të opozitës. Do me thonë, një mal me broçkulla të dëgjuara sa herë ka pasur zgjedhje, të përsëritura sa herë ka pasur humbje. Pereja e këtyre zgjedhjeve është se në ndërkohë kemi një strukturë të tërë që është struktura speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ose siç njihet nga të gjithë SPAK-u, që është në teren dhe është edhe në zyrë dhe është i fokusuar në marrjen e të gjitha denoncimeve që ma hamendja mua janë lumë, sepse kur lexon këtë fletrufe, e kupton që kjo fletrufeja duhet mbështetur me denoncime, dhe denoncimet duhet bërë siç janë në stilin e kënetës, njësoj si ato të kohës dikushme. Denonco, fillo presionin, vër nën dritën e projektorëve prokurorët, detyroi që të fillojnë procese deri kur ajo që ti kërkon të marrë trajtën e një hetimi, pastaj në momentin që fillon hetimi shpall fajësinë ti përpara se sa ta nxjerrë hetimi. Kjo është logjika e përgjithshme. Dhe duke qenë se kam qenë edhe vetë pre e një kallëzimi të rrem, jam shumë i qartë se si zhvillohet e gjitha, por fakti është që tani më të paktën kemi një institucion që është mbi palet, e ka treguar që është mbi palet, edhe që leti shoh dhe leti verifikoj se ku janë votat që po merren në këmbim të kanabis, se kjo është kulminante.